Po, veç e kena një problem. Kena shumë probleme. Po dojnë me na marë. Ose na kanë marë. Ekzistojnë 7 raca për i racë sharrit. 7 raca. Okej. Sharplaninci, Që i thujnë që i thonë serb. Po. Dhe, po ta marrish parasysh, ekzemplarët janë marrë në Kosovë. Duke i shiftu me Kaukazin e Rusis, kanë zerë sharplaninc, dhe sot ata thunë se është qeni junë. Jo vlla, ky ka themelet në Dardani, në malet e patunëra të sharrit, që shkojnë dje në kufi me Macedoninë. Përsëri tokë shqiptare. Dhe Makedonia, raca Makedonia si thonë, prepe ardhme për i racë sharrit. Dhe Kaukazi, i ardhën për i racë sharrit. Dhe në Pakistan, i ardhën për i racë sharrit. Dhe këta janë me dokumenta, jo si thamon. E që shkoj dhe në Pakistan? Që të kalëzëjon. Ky sen, ju ka bo dhurat mretit madh Aleksandrit parë, i cili ka pushtu botën, nga mreti, nga princi Dardan, i Dardanis, të atëhershme i lire. Dhe ky sen, i ka pushtu jetën atij. Aleksandri? Po. Dhe ka qenë pjesë e ekspeditave deri aty ku ka marrë pjesë në luftë, dhe e ke filmin real, që mund është me e po dhe me e zjetë në YouTube e ku dush, kur mreti Aleksandr posedon 300 ekzemplar nga Dardania, të tillë. Dhe përballë mretit fuqishëm Darius, te usia më e madhe pranërake e asaj kohe, kishte Persia, kishte luan dhe tigran vijën e parë të frontit. Dhe kur ju kanë hek zinxhir ty në senve, këtë sen kanë mësuar luan dhe tigrat. Dhe ushtria ka rënë në panik. Kur kanë po këtë sen solid. Ka ju ardhë kë. Ka ardhë. Dhe ekziston që familja kafshëve, fillin, të mos luftojnë, po të kthetra. Por këta shkojnë me fuqi kafshimi. Këta futen në luftë me të mytë. Dhe sa null dhe pa pritura, ushtria me raratin, kur ikën luan të tigrat që mos me ikë njerëzit, edhe aty ai e ka adhuru këtë sen. Pse të thëmë Pakistan? Kur mreti vazhdoi luftën, ushtarët e plagosën, mesin, dhe sot e kësaj dite në për vende ku jetojnë, Kallash, Fisi, Hunza, mali Hunzës, Bora, me fjalë shqipe, dhe kanë senin halo, senin tënë, aty prezent. Edhe sytë e kaltër të kanë si të? Por e kanë sytë e kaltër, kanë veshjet tëna, kanë muzikën tënë, kanë vallet e traditës tënë, dhe pra punën kërnohem me Dardanin, si djepi shqiptarisë, sepse ka mbizotru në luftra, në përpjekje dhe çdo gjë ka rujt me fanatizëm. Pse ne? Amaneti thënë na. Dhe besa nuk i tret as burri. Pse mi i tret njëri? Rrëfimet për këtë racë autoktone të maleve tona janë të shumta. Nuk ndalen kurrë, sepse çdo qen i sharrin mban brenda një histori, një betim besnikërie. Qeni i sharrit, për poshtë vetive, tanat mirave, është shumë demeldite. Pse mund të thoshti? Gjithmonë dita nuk përcjell të kese. Nota është ajo, si është në ndyrë të huj, e hajdutit, e kriminalit, e vrasit. Dhe sa ndodh me senin e sharrit? Ditën e ke gjumë. Shakull. Kur nuk vjen e kesja ditën. Dhe ky e pasqyron natyrshëm. Ama natën. Senin e sharrit nuk e zjen gjumë kur. Kur? Unë kam pas bakti për para milët. Shumë. Kam pas rreth 500 kokra bakti, 500 zjarë kokra bakti. Që janë shumë me u përkujdes. Po, unë pa 20 që nuk i lëshusha. Sepse 10 janë edhe kështu. Njëna është atje, në krytë ku në është, tjetra fundit ka këtu, të rruga Makinës. Sa ndodh, këta janë si një brigadë sulmuse. Ndajnë se cili detyrat e ti, po. Dhe, kur thash si, jo pashka këtë thash kur dalin bjesht, këta koordinojnë. Këta kanë komandën. Këtu nuk mund është me i lanë tonë bashkë, në bjesht tonë koordinojnë si një grupi vetëm. Dhe se ndodh, se cili merë detyrën e vetë, në heshtje pa zonë dhe i ofrohet detyra, vazhdojnë detyrën. Që do të thotë? 4 shkojnë para, 4 shkojnë mojtas, 4 shkojnë djathas, 4 rrinë fund, 4 rrinë mes tufës, dhe nuk mund është kur sysh me, do më thonë me
ti me zotëru tufen. Nuk mundesh, i huj. S'mundet me ba si lloj, sepse ka hajduta sa dush, ka bisha sa dush, dhe këta janë gjithmonë në aktivitet. Por sa ndodh një rast? Që në shorit nuk shpall asnjëherë agresivitet. Agresiviteti që nën tek cent janë frikaca. Shpesh e pyesin, jo, po kangalli është i egër, nuk ka të bëjë me as kangallin, as aziatin, as alabajn dhe as racat e tjera. Ka të bëjë me karakterin e senit. Seni trim, shef punën e tij, shef detyrën e tij, shef objektivin e tij, kaq. Kur është në rrezik, nuk është i egër, është përbindësh. Nuk ka egërsia ai, është kthehet në përbindësh. Pra, nga e situata e cilë dhe e but, është në një situatë këtë tjetër, që dhe më thonë nuk po ta pret mendja. Dhe sa ndodh, unë dalë shabjesht, ky sen meriton me pas dhe sikur ka vendin e parë në botë. Jëmë 10 racat më të mira, po më i mirë në 10 racat. Pra, jëmë 10 racat më të mira, po më i mirë në 10 racat. Si ka bota. Është koha që me termetin fisnik të zbresin poshtë. Hajt, po, jëmë 4 minutë fare mos sej kërët, hajt. Është shku, ka po ka qef kë. Jo dhe ka po kom qef. A mi lëbi. Bajron është qeni se une. Kjo me bu me marë turin, mi letë s'ka kur që na, lesh. Mi lëtë kujdes. Ha? Është naf Shkudra, edhe për arsyet Vetëm shikoni çfarë fuqie ka përballë meje. territorit. Po, kjo baba. Kjo po. Kjo baba. Kjo asnjëherë nuk del kur t'jen ta. Ja, i myt. I myt. Është vampir, nuk janë tonë qështu. Prandaj dhe nuk duhet me i fut në lufta. Ja, njoni dominon gjithmonë, sepse kush është më i forti,